Platforma e mediave sociale X ka përsuar ndërprerje me pronarin Elon Musk që tha se ishte vepër e një sulmi kibernetik të fuqishëm. Ne sulmohemi çdo ditë, por kjo është bërë me shumë burime. Një grup i madh i koordinuar ose një shtet është përfshirë, tha Musk në një postim në X më herët të hënën. Musk më vonë tha se sulmi kibernetik erdhi nga adresat IP me origjinë në zonën e Ukrainës. Elon Musk u pyet gjatë një interviste për presionin e drejtimit të Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë dhe bizneseve të tij të tjera. Me shumë vështirësi u përgjigj ai. Tesla humbi $130 miliard në vlerën e tregut të aksioneve në shitje në Wall Street që i la aksionet e prodhuesit të makinave elektrike në nivelin më të ulët që nga tetori. Aksionet e Tesla ranë në 15% në $222.15 duke rënduar rënd Nasdaq, i cili ra me 4% nga frika se tarifat e administratës Trump kundër partnerëve kryesor tregtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund ta çojnë vendin në recesion. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se ai do të blejë një makinë të re Tesla për të treguar mbështetje për kreun e prodhuesit të makinave elektrike dhe aleatin e tij Elon Musk, mes protestave të fundit dhe rënies së çmimit të aksioneve të kompanisë. Roli Musk në shkurtimet gjithëpërfshirëse të fuqisë punëtore federale me urdhër të Trump ka çuar në protesta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Tesla. Rreth 350 demonstrues protestuan jashtë një përfaqësie të automjeteve elektrike Tesla në Portland, Oregon, javën e kaluar, ndërsa 9 persona u arrestuan gjatë një demonstrate të zhurmshme në New York.